sot e shoh pak që budallaki shumë po investojnë në për martesa, në për darsme. Okej, është një diçka është një herë një jetë, unë e krejt e kuptoj ato, po unë diçka e mendoj kështu pak më ndryshe. Unë i kam tash 2 fëmijë dhe unë tash i kam tash gjeneratës, uja pak më dhe që mundë nesër me qenë të martu, mos e më martu, po diçka po më duke shumë shpenzimi madh është për gjyna. Sa t'investoj në për darsme diçka ja bëj një kapital vajzës për shembull, që martesa sot për sot martesa nuk di çka të them. Martesa nuk po më duket diçka dhe që s'po zgjat thuja. Kush çajo, kështu që më shumë kam qef rrethi familjar diçka i ngushtë ata të zemrës që i kam, që do më thonë kur të vjen musafiri pa atë si të them atë farmarë nëse diçka vëlla du mu kënaq, edhe ai me ndijat kënaqësinë edhe vetë me ndijat kënaqësinë. Ma merr mendja që kjo është kështu sa të shkoj fort i zhanoj me 400-500 vet për shembull musafir që si një thuja ti hiç, unë shoh vajzën tem, vajza shpesh më thot, mamën kur të martuna nuk ka nevojë as më përzihet, që anina kanë thras, du me thirr ato që unë e njoh. Po. Se unë e kam normal, unë e kam shembull familjar, e kam rrethin shumë gjanë, a më thot unë nuk më thirr për shembull ti që i njeh që unë si kum po kur njet. Po. Për çka? Nuk du, unë i thirr ata për shembull që ai njoh. Edhe me një anë ka për shembull tash vajza normal e ka pak me drejt, po tash na jena pak si e ka me drejt, po nëse pyet në rast vajzën të nuk e fton as mixhën, as tezën. Edhe çka pastaj ti i njeh, po tash për shembull tash me dal pak nuk po flas konkretisht për vajzën tane, po flas për gjeneratat e reja që kur thonë që unë vendosi për dasmën time, ti vendos, po nuk ti fton familjarët e nanës që të kanë rrit, tash çka? Ja, tamam puna, jo mos nuk bash ashtu ju, ama për shembull tash e thot atë aspektin ndryshe, tash edhe pak nështë që jetën pak këto është më ndryshe, tha mam na i kemi traditat tona, i kemi sanat tona, është pak më ndryshe. Po, ama më duket pak edhe nuk e di pse shumë investimi madh. Ma mirë, më thash, i investon vajzës, djalit një diçka, një kapital, një diçka që jetë për të jetën. Normal, mbetet ajo, nuk e di tash, dorë Zoti, ai që martohet edhe u martu inshallah kanë fatin e jetës më rezot. Jetë lumë të kush do, që thënë si vajzë si djali, veç dashni, që ajo gjoja ma e mira, gjoja ma shejt, që thënë, normal. E do është falenderoj shumë për telefonatën, të uroj shëndet. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit, çdo të mirë. Tonk.